një kohë që në vendet tjera të botës dhe në vendet ku edhe ne duam të shkojmë, prokurori është pjesë e organit ekzekutiv. Prokurori është akuzë shtetit, nuk është ai gjykata. Ne ngatrojmë jashtëzakonisht edhe pavarësinë e gjyqësorit. Dhe ka problem shumë madh. E di çam kujton kur thu këtë, më kujton Sali Berishën, i cili nëse ju, besoj juve ju kujtohet, në kohën e shkarkimit të Dori Sollakut, pat hedhur iden që tha, për mua tha do doja ta që prokurori të ishte pjesë e kabinetit. Në parim, a i ka drejt, po tani e imaginon që ka i të kishtë edhe prokurorin e përgjithshëm tavolinë, Sali Berisha që problemi është që ne tani marim me njerë, dhe ne i shikojmë me njerë. Po jo për Berishën, po institucioni është institucion, njeriu është njeri, ne ngatrojmë, me që nuk kemi njerëz të përshtatshëm, atere e marim sistemin e deformojmë. Vetëm një gjë, pse Spaku kur nuk ngriti një çështje të stabilitetit vendit? Kur nuk ngriti një çështje të madhore, Spaku e ka përgjegjësinë. Po Spaku ka përgjegjësinë, grushtet e shtetit. Po ju gjithmonë do merren me pjesë fundore të këtij shteti të korruptuar dhe të kriminal. Rreziqet që duket skandaloze që ne presim që Spaku të bëjë shtetin shqiptar. Po Spaku është prokuroria. Po do ta bëj se janë në rastin konkret. Momenti që Spaku prish ferhatin të shteti, do të hyjë kokulur në parlament. Dgjoj Presidente, e ke në gjithë fushën që Moska ka hyrë në Tiranë, ka hyrë në Shqipëri, Rusia dhe po vepron. Kur Spaku? Po shiku kur? Ka hyrë në gjithë. Bashkëna do bashkëpunojnë. Spaku se është bashkëpunim me vendet po se bashkëpunojnë sepse ne në krye të këtyre institucioneve, në krye të këtyre shërbimeve ne vëm njerëz që edhe në profesioni vet atje brenda ku janë s'marrin vesh, po nga ana tjetër nuk dinë ç'është Shqipëria. Kur është hetuar një. Ata s'din kush është. Siç ishte skandaloze, distancimi që pati ai me prokurorin për arrestimin e avokatit në Elbasan, që tha ishte prokuror i ri dhe e mori si shembull, po. Më duk skandaloze sepse kurse si një kryetar i një strukture nuk mund të lëshoj stafin e tij dhe ta demotivoj ose dhe ta ul duke thënë që ishin të rinj. Unë e rrithem edhe një herë, unë kam qenë pro ndalimit të atij avokati që nga momenti i vrasjes së gjyqtarit Kalaja dhe të agresivitetit që kanë avokatë të ndryshëm dhe politikanë të ndryshëm kundrejt strukturave drejtësisë, nuk duhet të ketë asnjë tolerim dhe asnjë lloj justifikimi. Nuk di pse s'jam dakord me Briseidën këtu. Nuk jam dakord sepse nuk kuptojmë dot ne zanafillin e kësaj pune, dhe zanafilla është shumë banale. Po duhet ta kuptosh, duhet jesh brenda sistemit, që jo vetëm ta kuptosh, por edhe duhet ta thuash me zë të lartë. E di pse kemi ne 90% të rasteve këtu në Shqipëri që kemi vetëm masa arrest me burg, na prokurorët këto kërkesa, thjesht dhe vetëm për korrupsion. Sepse u kryua me ata plepaxhinjt dhe plepaxhinjt çfarë thoshin? Rasit gjithë në burg, dhe kur vi problemi tani, ky i pandeuri që... Ja thoshe doktore. Po, ky që neve e arrestojmë tani, e morëm, e ndaluam dhe i dha masën e sigurimit arrest me burg pa afat. Të tërë njerëzit tani do bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme që të mos vënë në arrest me burg, edhe do fillojmë pagesat e majme. Dhe paguheshin prokurorët që të mos e jepnin masën e sigurimit arrest me burg. Se po se dha masën e sigurimit arrest me burg, po se kërkoj prokurori... Shumë rrallë vendos gjykata. Gjykata masën e sigurimit që jep prokurori e zvoglon. Po kur në kurrës nuk e rri dot. E ka rritur në një herë, po kryesisht shkon drejt uljes, po e drejtë. Jo, po bje fjala, prokurori vetë thot, detyrim paraqitje, i thot. Gjykata nuk e çon dot në arrest shtëpie, nuk e çon dot kurrë në arrest me burg. Është ndaluar rreptësisht. Në rast se prokurori e çon arrest me burg, gjykata e çon edhe arrest shtëpie, e çon edhe detyrim paraqitje tjera. Pra, kjo është sistemi. Dhe këta tani, për ta bërë korrupsionin, edhe bashkë me gjykatën, atëre arrinin, jep sa më shumë masa sigurimi arrest me burg, dhe njerëzit do të ndoshin. Parat shkojnë në gjykatësi dhe pastaj ndajnë bashkë. Dhe pastaj, jo, i merr prokurori fillimisht nuk merr gjë. Po pra, i merr gjykata. I merr gjykata që do t'ja uli. Por aman, herën tjetër, pastaj unë, si i person që po hetohem, unë do vetet e prokurori, e bëj hesapin më mirë me prokurorin, që të mos m'japi ai arrestin me burg, po t'japi ai mua detyrim paraqitje, i merr ai dhe gjykata nuk e rrit dot me.
Kjo është nga më banalet që ka, dhe nga nga tjetër, dhe kjo tani, kjo krijoi tani atë që vendi parë mund të jemi në botë, do thoshe, jo në Europë, për masat e sigurimit arrest me burg pa fat. Të jashtëzakonshme e kemi bërë të zakonshme. Deri aty sa edhe atë avokatin që turp më të madh nuk ka, për një kanosje, për kanosje, do më thënë që ka dhe gjobën, ti do të marrësh dhe të qosh arrest me burg, e mbaruar fare. Birsida, më gjatë që ta përgjithsojmë. Që ta përgjithsojmë. Se nuk kemi se... Kërë prokurorin Qela dhe Zoti Gjafaj, ishin sintoni politike, kam përshtypjen. Kjo ishin ndjesia që pata. Dhe Zoti Qela përgjithsim ban fjalime politike dhe jo... Por që kanë jashtëzakonisht drejt, sepse është bërë skandal, masat e sigurimit arrest me burg, pa fat, është bërë skandal. Paralajmërimi i Qelës, deklarata e Gjafajt, heshtja e socialistëve të tjerë, mos do të thotë që SPAK-u mund të përballet, e kam të vërtetë për trashëgimin, dhe për gjithë fakt, mund të përballet me këto ndryshimet e famshme ligjore që detemi do ja bëjnë ndoshta edhe më të vështirë. S'po them pa mund, por më të vështirë ndryshimin e korrupsionit. Personalisht shikoj Partinë Socialiste shumë të përqarë, edhe të përqarë më shumë nga intrigat dhe për ambicet për pushtet dhe nga akmarrjet brenda llojit, se sa të kenë atë strukturë, atë dinamizëm që të bëjnë ndryshime për ndryshuar SPAK-un ose kompetencat që ka SPAK-u. I shoh klane, hakmarrse, mbrapa krave bëjnë zhurmë dhe bëjnë shumë intriga, kurse kur është puna e parlamentit, pastaj janë këto vendimet politike për heshtje që e thash edhe një herë që flasin më shumë se sa zhurma. Trashëgim. Kam përshtypjen se do shkohet drejt kësaj, sepse e para është kemi një sistem burgjesh që është totalisht i mbingarkuar, dhe kur flas për këtë kam fjalën për shkeljen e drejtave të njeriut, ka raporte penalizuese dhe negative nga organizata ndërkombëtare që i monitorojnë sistemin e paraburgimit edhe të burgjeve, pra ka mbingarkesë në burgje. Dhe pavarësisht se zoti Qela sot e preku si çështje në parlament dhe u duk sikur krijoi një lloj sensibiliteti. Për një person caktuar, nuk bëhet për masën e madhe të burgosurve, ëh? Unë jam dakord me atë që tha avokati pak më herët që është edhe si mjet korrupsioni, por duhet kemi parasysh diçka që masën e vendos gjykata, e kërkon prokurori, por brenda sistemit të gjykatës dhe të prokurorisë, paktën unë si gazetar kam perceptuar një gjë që kur një gjyqtar apo një prokuror kërkon burg, e flem mendjen edhe nga kontrollet dhe nga inspektimet dhe nga çdo rast tjetër nga frika e penalizimit. Pra thotë që unë nuk kam penalizim, jam treguar. Sepse fund para kërkova burg. Po tani nuk akuzon dot njëri që në këtë drejtim. Jo, s'akuzon dot njëri që unë i dashim në këtë drejtim ishin të dyja raportet, edhe i zotit Qela dhe i zotit Dumani, numri pafajësive është shumë i vogël. Në fakt, në Shqipëri, pafajësit shikohen si një rast që bën me dyshime dhe gjyqtarin dhe prokurorin. Kur në fakt, në përvendet e zhvilluara, vetë prokurorët që kanë shkuar atje dhe kanë shkëmbyer eksperiencë, thonë që rasti pafajësisë shihet si një rast suksesi, që një avokat dhe një person arriti që të provojë pafajësinë e tij dhe të dali se tregon që sistemi funksionon. Tregon që sistemi funksionon. Patjetër, dhe që provat barazia e palëve në gjyq funksionon, sepse nëse flasim për arrestimin e avokatit, unë jam totalisht kundër, sepse ajo prish barazinë e palëve në gjykat. Dhe nëse një prokuror nesër çmendet në thonjza, atëherë avokati është garanti i tij. Dhe sikur një i pafajshëm në burg është një kostë shumë e lartë. Institucioni vetëm faktikisht. Muhabeti para burgosurve nuk është bërë sepse politika pëlqen edhe kryeprokurori pëlqen hallin e masës madhe shqiptarëve që vërtet shkojnë në burgje për krime ordinere, por e dim shumë mirë që është për arsye politike që po bëhet gjithë kjo gjë. Pra e thoni që për emra është problemi për emra Këtë mitur që mbajnë për burgje me trafikant, me killera, me vrasës, të mitur. Nuk e shalli i emrave të përveçëm, absolutisht jo. Pse? Sepse faktikisht edhe emrat e përveçëm, kushdo që tjetë, madje unë do thoshe edhe për Ilir Metër, edhe për Sali Berishin e tjera, masa e sigurimit nuk është dënim. Ne këte nuk kuptojmë. Dhe Strasburgu, disa gjobat rënda i ka dhe në shtetit shqiptar, se e konsideron masën e sigurimit sigurisht dënim. Masën e sigurimit është, ti mund të japësh masën e sigurimit të dënim paraqitje, e heton në gjendje të lirë, dhe kur vjen problemi e dënon me 30 vjetë burg, do vetë do bëj burgun. Kurse ne... Rasti Sarkozy, që u dënuan gjënë që pasaj shkoj me këm të vetëm. Do mos do, ja si është. Nuk i kur në Zvicër të arratisër. Edhe po të arratisen një zemë në që është bere vogël bota. E gjithë bota e ka problem, edhe perëndimi ka problem këtë gjë. Po ju them vetëm i shifër, ose po ju them aktin e Hashim Thaqit.
i cili ka 5 vjetë. Ai nuk është shasi Kosovës, e mos harroni. Se është dhomë e importuar atje, por shasi Kosovës. E gjithë bota e ka problem dhe sigurisht që duhen liruar. Po të them një shifër. Ka problem pa ma tentojnë të zbrazin burgjet. New Yorku ka rreth 100.000 të burgosur. Po ka kapacitetet burgu vetëm për 5.000. Për 5.000 të burgosur. Që do në statistika publike. Problemi është që duhen lehtësuar, po alarme të mëdha, shumë të mëdha. Prokurori, për mendimin tim, ka një që më ranë sy me njerë, nuk mund, kujt janë kohët prokurori, dhe kujt janë kohën këta të rëspakut? Kujt janë kohën, do me thënë, këta vete, kjo është vetë, do shkoj të zgjidhun, apo ju, apo i dajeti do të zgjidh. Duhet marrin fatet e tyre në dorë. Kjo është. Ata ankohen para publikut, se po nga kërcënojnë. Duhet mos bëjnë ato që thotë trashëgimi, që kanë frikë nga masat dhe të ta rasun burgët se ti më rregull me veten time. Me ekstremin e nenit të kodit penal. Me ekstremin. Se ajo ka nga gjoba deri në burg që në rregull për karrierën e vet. Po, ndërkohë se jemi në rregull ne ama, këtu është problemi. Faleminderit Brisida, faleminderit avokat, faleminderit Regjim Frok, ne si gjithmonë. Bashkë do takohemi si u thash në ora 22 me zërin shqiptarëve me një sondazh pikërisht për perceptimin që ka publiku për punën e deri tanishëm SPAK që koincidon me fundin e epokës Dumani. E pat një tabelë anëzore, po ju siguroj që rezultatet janë super interesante. Bashkë ushqimin në ora 10, qëndroni në ABC News, Sali Doshi me War Report pas pak.